sa bukur. Me zi pres më vi fotografi dhe të më bëjt disa foto aty të aji bredhi, jo të aji bredhi, të aji kaprolli, të ajo karoca aty. E kemi lënë? Do vish më bësh fotot pastaj. Okej, fillojmë tani wine-outin. Se jemi në atmosferë Krishtlindjesh. Është kaq bukur, është bukuruar qyteti. Dhe këto janë ditët më të bukura të gjithë vitit. Me zi presim që të gjithë atmosferat e fund vitit, apo jo? Dhe duke marrë parasysh, jemi në këtë atmosfera festive, kështu do jetë edhe ky why not. Plot muzik, plot alegri, plot emocione. Qefi i më i madh është kur fillojmë emocionet me publikun. A jeni gati për lojën? I shoh që jeni që të gjithë me kapuçat e vitit të ri, që të gjithë janë të përgatitur për atmosferat, kështu që ju lutem ku i kemi lojtarët e publikut për lojën që kemi sot, që është një lojë që kemi një sezon të tërë që se kemi bërë. E bën vjet, duhet ta bëjmë patjetër dhe si vjet. E duhet ta bëni patjetër tani për këtë puntatën e Krishtlindjeve. Kështu që hajde ju lutem, kush janë pjesëtarët e lojës? O, kemi goca. Me flokë të gjata, tuaja ti keni këto flokët apo si unë? Po. Edhe unë. Edhe unë. Si ke emrin? Anisa. Joana. Ujori. Okej. Edhe unë që po do thoja, o zo sa ma njofin tipin, e din që po afrova për mas emrit, e din që dua direkt të shenjën horoskopit. A krepi mirë ke qënë? Nga shpia mirë? Mirë. Okej, a jemi gati për lojën? Falë, mos më shkruaj. Okej, mirë. Jemi gati për lojën, ku e kam Waxhaxhaxhën? Se e pash Waxhaxhaxhën nëpër korridore duke fryr tullumbacat. Hajde Waxhaxhaxha! Come on, baby! Dhe ja ku jemi të loja me publikun! Okej, goca! Loja ka të bëj me të shënuarit të tullumbacit brënda në rrethore me kokë. Dhe gjithashtu dhe akrepi me tullumbacin duhet t'i gjuash me kokë derisa ta futësh te rrethi tjetër. Nuk ka minutazh kjo lojë. Kjo lojë ka të bëj me kush mbaron më shpejt tullumbacat. Ujori ka tullumbacat e verdh, akrepi ka tullumbacat blu. Okej, tani është momenti im i preferuar për të cilin u marr ilaçe. 1, 2, 3, es! Let's go! Bravo, goca! Bravo, goca! O zoca shpejt! Nuk është dhe aq e thjesht loja, sepse ideja është që kush me ashtu, bravo! Hajde një gota! Shpejto, shpejto! Bravo, jepi! Shpejto! Hajde një këtu në county. O Waxhaxhaxha, si pas teje kush duhet ta marrë nga gocat kësaj radhe lojën? Akrepi? Po pse? E po një. E po një. Zemër, ti me vërtej i futet topat më shpejt se akrepi, po e bëre lojë me hile. I re nga rruga shkurtës, se të pash me sytë e mi. A e patë edhe ju? Jam e bindur që e patë edhe ju. Okej, pra, në këtë lojë për këto Krishtlindje fiton akrepi! Si do që t'jetë akrepi, mund të marrësh... Më dha fat të pak. A? Më dha fat të pak. Të dha fat këtheu i qikë, se ma ka bërë qefin, ka respektuar moderatoren me këtë hudi që ka veshur. Akrepi, ti mund të shkosh të Artisti Lodge, ndodhet tek rruga poshtë, Artisti Lodge Oxhaku, që është super lokal, ka super shërbim, shisha shumë të mira, edhe pijet shumë të mira, mund të shkosh bashkë me ndonjë mikeshën tënde, ti e di vetë se jemi për Krishtlindje, më kupton? Dhe të kënaqesh atje të dëfresh, të bësh video, të bësh tag Artisti Lodge Oxhaku dhe Roza Lati dhe ne ti bëjmë ripost. Sepse vazhdoni atëre gëzuar Krishtlindjet. Dhe Waxhaxhaxha, do i kapim topat bashk? Apo ti do mbash topat e tu, edhe unë do mbaj topat e botus? Dhe
Në një episod të tillë Krishtlindjesh, normalisht nuk ka se si të mungojnë dhe super talentet. Ju e dini shumë mirë, këtu në Why Not i kemi dyert e hapura për çdo që ka talent në art. Dhe sot kemi përzgjedhur një grup shumë të veçantë. Ata quhen Never Alone Band. Të ndjekim pak kartolinën e grupit dhe kthehemi prapë. So I'm gonna do all your talking. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Down the fear up on my back, I said don't look back, just keep on walking. By the big black horse then look at this way, say hey lady, would you marry me? So we stopped me dead for a beat or two. But I got so caught and I should have done, and I forgive after all these years. So I sent her to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Now we won't come back cause it's so happy, and I've got a whole the world to see. But I said no, 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 no. But I said no, no, you're not the one for me. But I said no, 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 no. But I said no, no, you're not the one for me. Duhet të ulim të ftuarit, Waxha Xhaxha. Mirë se erdhët, Never Alone Band, në emisionin tonë Why Not. Tani, për të njohur gjithë publikut, mu prezantoni pak me emra shenjoroskopit edhe pozicioni që keni në grupin tuaj. Po, unë jam Ledja dhe jam peshit, si shenjoroskopi, dhe vokaliste e grupit. Vokalistja, po. Unë jam Endri, jam kaunisti i grupit. Shenja horoskopit është binjakët e vërteta, por desha ta ndroja ta bëja shigjetari. Shigjetari desha ta bëja apo akrepi? Akrepi. Bravo. Kjo është pjesë e sensit të morë. E mori vesh, unë i kam i çik ciklet akrepët dhe tha unë do them jam akrepi për inatin tatë. Po ja, shef, zoti nuk do që ti tresh. Të pa. Yeah. Unë jam Marko, jam kitarist i grupit dhe jam binjakët. Binjakët, edhe themeluesi gjithashtu. Edhe themeluesi i grupit. Dhe? Unë jam Joeli, jam kitarist i grupit dhe shenja ime e horoskopit është shigjetari. Më vjen shumë mirë. Never Alone Band. Në fakt, me thënë të vërtetë, më pëlqen shumë si emër. Never Alone, pak a shumë është si fjalë biblike. Se më thë, you are never alone, sepse ke Zotin që të sheh. Kështu që është e lidhur i çik titulli i grupit tuaj me këtë fakt? Po, unë jam besimtar krishterë dhe gjatë kohës që po mendoja që ndërtoja një grup edhe t'i vija emrin grupit, isha duke lexuar nga Bibla dhe Bibla bën një premtim, Zoti bën premtim atyre që besojnë dhe janë besnik fjalës tij që s'do t'i lërë kurrë dhe do jetë me ato. Edhe Jezusi bën tek Mateu 28:20 i thotë do jetë me dishepujt çdo ditë deri në mbarim të botës. Kështu që nga kjo jam frymëzuar dhe kam krijuar grupin. Po edhe muzika në tërësi nuk bëhet vetëm, kështu që kemi nevojë për
këngëtar, kaunist Okej, po normal se di shepu të zemër, jam një çik si me të zënë tani për momentin, duke u marrë me problemet botërore. Por ideja është, ti je besimtar i krishter. Më pëlqen. Tani si u njohë të gjithë bashkë, si u mblodhë, pse përzjodhe pikërisht këta të rinj? I njeh, i ke patur shok më përpara, keni qenë shok? Ledja kemi qenë në njëjtin gjimnaz, ose të flasi Ledja më mirë. Po. Me Markon kam qenë në të njëjtin gjimnaz dhe ndërkohë që bënim aktivitete në shkollë, u njohëm bashk, ishim në klasa të ndryshme, paralel domethënë, dhe pam që kishim një kimi bashk. Për muzikën, po, kuptohet ajo. Dhe pse jo të bënim edhe një bashkëpunim bashk. Why not? Po në fakt, për të thënë të vërtetën, Ledja ka qenë edhe vjet në Why Not, si e ftuar si new talent. Kështu që kjo është hera e dytë që vjen. Në Sarave vjen e blinduar motër. Ndërkohë, ju jeni artist të muzikës, por ndërkohë se cili nga ju nuk është se në profesion jeni këngëtar, se cili nga ju e ka një punë, e ka një profesion që nuk ka lidhje me artin. Për shembull, Unë jam përgjegjës departamenti në një kompani call center. Përgjegjës departamenti. Ndërkohë, në kohë të lirë, je muzikant. Tani vinë këto punojësit e tu të dëgjojnë kur je live? Vinë. Të dëgjojnë? Vinë dhe sonte që është live i prap do vinë. Do vinë, a? Më vjen shumë mirë. Pak konflikt interesi nëse s'vinë. Ndërkohë, Unë Marko? jam punem në Institutin e Statistikave të Shqipërisë, si punë zyrtare. Si punë zyrtare. Edhe me menaxhimin, drejtimin e grupit. Këto janë dy angazhimet kryesore. Unë për moment jam pa punë, po gjatë kohës që jam marrë muzikë, kam bërë një larmishmëri punësh, kamarier, banakier, I ke bërë të gjitha. ndërtim. Ndërkohë je i Teknik, mirë audio. dhe në kitar. Mendon se ke më shumë sukses me femrat me kitarën? Po. Apo duke i shku vetë, duke i thënë çfarë do për të pirë dhe si e ke numrin e telefonit? Më fakt funksionon kjo e dyta më shumë. Tani, ju nuk keni një videoklip tuaj të mirë fillt, për shembull, për momentin jeni një band live që këndoni covera. Çfarë ju kërkojnë për shembull publiku kur jeni në skenë për të kënduar? Çfarë këngësh ju kërkojnë më shumë? Ledja mban peshën e publikut. Përgjithësi kërkojnë këngë shqiptare, ato që ndezi më shumë, pse jo dhe popullorët. I ka një shef. Jo popullore, po folk. Moderne, po. Folk modern. Folk modern, Nuk tamam. bëjmë muzikë, në thëmë popullore, po folk. Po e drejt. Alternuar, po. Për shembull, kush është kënga e preferuar që ju e këndoni gjithmonë? Kështu, folk. Po, Folk është Tuman Kuqa. Po, Tuman Kuqa është një nga të duan shumë. Pak tani në këto momente? Pse jo? Marrim vetëm vokali. Okej. Tuman Kuqe moj bel ho, ma bënë me sy, ma bënë me dorë. Tuman Kuqe moj bel ho, ma bënë me sy, ma bënë me dorë. Ma bënë me sy, ma bënë me dorë, të pretë djali në Nice! Bravo! Në fakt, unë vetëm 2 vargje doja, po ti dëshmarove këngën zemrën, po nuk ka problem. qefi. Nga qefi. Më vjen shumë mirë grupin që jeni këtu me ne. Unë do doja për mbylljen ta bënim me Never Alone Band, ashtu si që bëm edhe hapjen. Do të doja shumë të pozicionoheshit aty të veglat tuaja dhe ndërkohë që ju luani muzikën, mbyllet kjo pjesë e rubrikës me ju. Faleminderit. Never Alone Band, faleminderit shumë që shikë pjesë, Why Not? Faleminderit. Shtoni në stage, poziciononi. Pak muzikë live tu për kënaqësinë tonë. Edhe unë jam këmbët s'më mbaj, po më mundon një dashuri ta shpërzon atë piraki edhe ven, gjithkon që e helmon, po mu po ngushton, ti munesh me më shpëtu, të lutem ndihmo,
jetën ma helmoj kë sharap, sharap Sto got po të shok për shafu e me ta Si s'pate pak pështir Me mlonë komat mirë Kur gjitha ty t'i dash Për ka kjo pa besi Se pudjet haram mi ke pa Edhe unë jam Kom bëc më mbaj Po mu mundon Një dashuni Tash për zdon lat piraki edhe ven Gjithkon që e helmon Po mu m'gushlon Ti mun është me m'shpëtu Të lutem dimon Se jetën ma helmoj Kë sharap, sharap Zdo got po qo për qafu e me ta Se s'pate pak pëshir Me mlonë komat mirë Kur gjitha ty t'i dash Për ka kjo pa besi Se putjet haram mi ke pa Faleminderit. E pra mbas grupit Never Alone Band, tani është momenti që ta zbusim pak me një djalë që është shumë i ëmbël. Ai është shumë i ëmbël, po ka karakter shumë të fortë. Ka besim shumë në veten e tij. Do të thoja, ka aspirata për të qenë një politikan shumë i fortë në të ardhmen. Prandaj dhe ai do të vi sot në studio, që të gjithë ta njohin më mirë. Ai është goxha fort në lojën e Instagram, është menaxher në një nga llonxhet e Tiranës dhe ka dëshirë që ta njohin sa më shumë, pse jo, dhe në këndvështrimin e Why Not. Kam kënaqësinë të ftoj këtu në studio Marian Geci! Mirë se erdhe! Përshëndetje grupe! Hajde zemër! Mull të lutem! Dhe mirë se na erdhe në Why Not! Kënaqësia është e imja. Si të duket studio një? Shumë bukur, shumë... Pasa diçka aty të pema, që në shkon. Ato yllin për që e kanë vendosur? Ato yllin e kanë vendosur se duhet një yll si për pemës o vitit të ri. Po studia po e ka një yll. Faleminderit zemër, faleminderit. Si je ti, Marian? Tani që jam këtu më mirë. Je më mirë. Se si she mirë çfarë? Po tash ta mendosh që do dalësh në një nga emisionet më të ndjekura në Shqipëri, është pak emocion. Okej, është vërtet. Duhet të jemi realist. Edhe e di se çfarë e zbut këto emocionin? Një bira Stella. Ua xhaxha, një Stella të lutem. Do vi një Stella e ftohtë tani, që frisko shpirtin dhe mendjen edhe të bëhemi gati për pak muhabet. Marian, më pëlqen shumë natyra jote. Të kam diktuar shpesher, sepse të shoh shpesh edhe në përlonxhet e Tiranës, të kam parë në për protesta, i shfaqur në për konferenca, je një figurë që shifesh gjithandej. Ti nuk mungon në asnjë lloj prezantimi të mundshëm, sidomos për sa i përket politikës. Je i angazhuar me Partinë Demokratike. Çfarë pozicioni ke aty? Momentalisht jam antar i kryesisë të njësisë 11, ku unë banoj. Dhe për një kohësisht jam një aktivist i mirë dhe me kontributin tim. Një aktivist i mirë. Marian, ti do të marrësh pjesë në politikën e vendit. Ke qef ti hysh politikës. Nëse do futesh e ti, çfarë do doje të ndryshoje? Politika shqiptare që timi imperialist dhe me këmbën e tokën për dëshiruar në shumë gjëra dhe në shumë përvendimarrje që ato kanë. Në fakt është si kaos. Është një kaos që shpresoj dhe uroj që të gjithë po shqiptarët në përgjithësi, sidomos të rinj ta kuptojnë të kaos, por pasi ta kuptojnë, mos jetë zgjedhja e tyre vetme që të largohen nga Shqipëria, por që të rinjtë të kontribuojnë këtu. Kjo është e parimi im i parë që doja të kisha sapo unë të kisha një mandat, sepse të merresh në politikë, do të thotë vetëm të bëhesh deputet. Unë kisha një mandat tjetër për të punuar në disa zyra që ndoshta mund të japësh kontributin tënd, sepse jo vetëm e politika, nuk është vetëm e parlamenti. Pas parlamentit ka dhe njës të tjerë që japën shumë kontribut. Shoh që ke shpirt leadershipi. E ke qenë gjithmonë kështu? Me lider kanë disa të përbashkëta. Do me thënë, leadershipi është ai që motivon, nxit dhe arrin të kuptoj ose të japi ato çka do.
dhe të bind një audiencë të vetëm. Po, është e vërtet. Kurse lider është që të tjerët të ndjekin, të duan, të jesh motivues për ta. Dhe unë më shumë do e gjeja vetën tek një lider, se sa tek një leadership. Bravo, më pëlqen. Kam informacion që me shkollën ke qenë gjithmonë i dalluar, ke qenë djalë i ekselencës. Bravo, komplimentat e mia. Tani që të themi, se ndoshta po na djekin ato pozyshat që kemi, edhe pak çapkën. Ke qenë pak çapkën, a? S'është problem që të jemi sa më realiste, mos del në njëra thotë, jo, s'ka qenë ashtu. Si apo ti kot. Ke qenë tip revolucionari në klasë. Gjithmonë kam dashur të bëj po dallimin dhe asnjëherë nuk kam dashur t'ia di se çka mendojnë të tjerët. Të gjitha. Who give a fuck? Për më tepër. Ndërkohë, kam parë një video që ke qenë edhe tek protesta e studentëve, me që po diskutonim tani për shkollën. Po, ishte një protest që duhej bërë, duhej përfunduar ashtu. Si tu duk kryengritja e studentëve? Po më përsa ko që nuk arritën asgjë. Nuk arritën asgjë? Jo, sepse thjesht morën disa premtime përboshe, se në çdo fushat u bë një mini fushat thjesht për studentët, dolën diku të 15 ditë aty, u startuptuam, bëm ç'bëm dhe në fund çfarë kemi fituar. Akoma asgjë. Kështu është situata. Kështu që mos i hym të shumë të detajuar, se po më gjen si një analist politik, por që nuk ka arritur asgjë si protest. Do të doje të ishe një analist politike? Të ftoheshe në për emisione? Jo. Nuk do më pëlqen të isha një analist. Do të jem politika. Politikani mirëfillt. Po mirë, dhe politikanët ftohen në për emisione. Po, këtë po jo si analist, do të diçka time, do të jem unik. Mbi të gjitha të kesh pushtet në gjën tënde, në fjalën tënde. Kuptoj. Ke thënë dështak të mirëfillt nuk ka. Ma shpjegon pak këtë shprehje? Pse do të ketë po dështak të mirëfillt? Ne kur lindim, të gjithë po lindim njësoj besoj. Po. Të gjithë kemi të njëjtën po mënyrë se si lindim. Pastaj, vetë ti kontribon për veten. Vetë ti duhet të jesh vetvetja. Domethënë dështak nuk lind. Thjesht gjatë kohës nëse ti nuk do kontribosh, nuk do japësh për veten tënde, atëherë ke dështuar. Dhe më së shumti, mund të them që njerëzit dështojnë thjesht duke marrë parasysh mendimet e të tjerëve. Duke marrë parasysh mendimet e të tjerëve. Dhe ai është dështimi më i madh për çdo lloj individi në shoqëri. E sidomos për ne pobrezieri, është një mëkat shumë i madh që ne i bëjmë vetes tonë. Të bazohemi tek fjalët e të tjerëve. Kjo është super e vërtetë dhe jam shumë dakord. Pajtohem me ty, zemër. Ndërkohë, shpreha jote, të vetë pëlqehesh është sukses. Ku ka më bukur që të pëlqej vetja? Po mirë, po edhe të dalësh para pasqyrës të thuash ti je më i miri. Ti sot duhet vazhdosh. Ti sot ke gjithë ditën tënde përpara. Duhet ta jetosh siç të vi. Sepse ai që të ka krijuar e di mirë se për çfarë të ka krijuar. Kështu që ti je më i miri. Për çfarë të ka krijuar Zoti ty? Shpresoj dhe uroj të më ketë krijuar për këtë etën që kam vazhduar. Për çfarë mendon se më ka kriju Zoti mu? Për këtë që po bëm. Ti je një yll i vërtet. Faleminderit zemër. Të vetë pëlqesh është sukses. Ti je djalë pa korniza? Dhe pa komplekse. Dhe pa komplekse. Më pëlqen, po që se nuk e komplekse, je një hap përpara shoqërisë. Kjo është gjë shumë e mirë. Ndërkohë, Marian, a do një stela? Po, do ta provojmë. Patjetër. Guaxhaxha. Guaxhaxha. Bëja shërbimin Guaxhaxha. Të lutem. Gëzuar Marian, gëzuar, mirë se erdhe. Të shio ka një thoj, ajtë sa thua ti kur të shof po nga televizori. Po, zemër, duhet ta marrësh gjithmonë kudo që vete një stela me vete. Dhe kemi parasysh. Edhe në parlament besoj do ta kemi një me vete. Pse jo? O zot, pse jo? Why not? Tani, Marian, ti je menaxher një nga lozhet e Tiranës. Është e vështirë të jesh menaxher, të bësh këtë jetën e natës? Okej. Të jesh menaxher për një lozhin, unë e kam vazhduar në moshën 19 vjeçare e punën të qeverisë, po menaxher. Direkt nga bankat e shkollës jam shkëputur për të vazhduar një punë disi mund ta quaj drejtuese. Drejtuese. Po, sepse për sa kohë që ke një staf që duhet të të binden, atëherë domosdoshmërisht ke një pozicion drejtues. Po. Është një punë që
ndoshta unë e bëj me shumë dëshirë, me shumë pasion dhe nuk më duket dhe aq e lodhshme. Sigurisht që ka atë pjesën e vet që thua tash do e le, nuk mundem më, u lodha, po është vetë pëlqimi, sikur që është ndes, vazhdon edhe. Duhet të jetosh. Jeta e natës ka një farë pagese çik më. Edhe punon sepse paguash. Sigurisht. Po, ne duhet të jemi realist për këtë pjesë. Kurse përsa i përket jetës natës, nëse e marr si term veç, mund të them që përveç se është shumë e mirë sepse fiton, jeta natës në Tiranë disi ka marrë një rrugë ku di unë, domethënë ka humbur atë sensin që jeta natës është për të defruar, për të shpërthyer, për të kërcyer, për të kënaqur, e jo për të ardhur e për të ulur. Nëse hyn politikës, do bësh për këtë popull Më të pëlqen shumë sprovuar, e të rrahur nga meritokracia. dallgët e jetës. Meritokracia më pëlqen shumë. Të pëlqen meritokracia. Më vjen mirë. Kjo është për duart të pyetje. Të bëj pyetjet e fundit se do kalojmë në një lojë bashkë. E diti, kushdo që vjen këtu në Why Not e ka një lojë. Po sikur ta dija që thash, po do i shpejtoj Rozës kjo. Na! Pyetja ime është shumë e thjeshtë, cilat janë planet e tua për në vazhdim, planet e tua për jetën? Të thash, për punën të menaxhimit të mbaroj dhe Po, do mbarosh këtë sezon? Do marrë për Barcelonën, sepse më ka ngelur edhe diku edhe 2 vite Barcelonë. Me qëra fjalla, se që kam dëgjuar, se që lidhje ke me New Yorkun? Për qa du shkosh në New Për York? moment të s'kam lidhje, por ama që duhet të kem lidhje, duhet që atje të kryej 2 vite për master, për një formim më të mirë, më të frytshëm, më të devotshëm, që unë të vi më i frymëzuar, unë atje dua të bëj, duke qenë që tani po bëj shkenca politike, atje dua të bëj diplomacitë të drejtat e njerëzit. Diplomacitë të drejtat e njerëzit. Kush nga politikanët amerikanë të pëlqen? Kë për krah? Ndoshta mund ta them Barack Obama. Barack Obama. Yes, we can! Dhe, me që i e ka që apasionuar pas politikës, thamë pse jo mos të bëjmë lojën kë kem bas kurizit. Tani është momenti që të bëjmë lojën tonë, dhe pse jo, mos të ftojmë Laurën. Laura! Hajde, Laura! Laura është vajza jo bukuroshe, e cila dërin bas kurizit tëndë. Ti do gjesh kë kem bas kurizit, po jo Laurën. Kë po mba Laura në dorë. Pra, je gati? Po. Okej. Politikani i parë. Ja ku e kemi të pozicionuar. Ne mund ta shikojmë, ti nuk e shikon dot. Ai është përherë i ruajtur. Si fillim. Po. Po veç kemi se gjithë ruajtur i kemi ne. Po. I ka flokët e shkurtra fare. Edhe ky është detaj. Vishet me kostum në përgjithësi. Në fakt gjithë me kostum vishen. Jo, ka dhe shumë, po me atlete. Është kthyer në zërin numër 1 të denoncimeve që bën Partia Demokratike nga Selia Blu. Është zëri numër 1 denoncimeve. E ngres zërin për çdo gjë. Ngresmen bardhë? Jo. Sa e sekretari përgjithshëm ai. Jo. I fillon emri me E. Pervin Saljani? Bravo! Kalojmë tek fotoja tjetër. Okej. Politikani që kemi tani, ai shpiku çadrën mes Tiranës. E vuri ai pari çadrën mes Tiranës. Dallon sepse është shtat lart, edhe në protesta dallon kokatit. Tani, pa mund ta përshkruajmë, Ha. është një lider që duhet marrë shembull, është një lider europian, është një njeri që di të punoj dhe di se si të sjellë stabilitetin sapo të vinë në pushtet. Bravo! Është Zoti Basha, besoj. Bravo! Zoti Basha. Kalojmë në foton tjetër. Okej. Unë e kam shumë... Nëse do mund të thoni, mund të thoni pikërisht për këtë politikane. Është politikane femër dhe unë do ta quaja politikanen më të bukur shqiptare që ne kemi. E gjen dot kush është? Po e cilës parti është një? Demokratikes. Po. Shumë e bukura. Shumë e Tani, bukura nga po të doja gjitha. i ka gjitha të bukura, por që ndoshta pak më e veçantë dhe që shquhet si Miss Parlamenti, është Grida Duma. Bravo! Ajo është edhe idhulli im femër për shqiptare edhe në politikë. Jo vetëm po nga bukuria e vet. Ka bërë dhe librin e saj të fundit Koha për Koha për politikë. politikë kam lexuar shumë i bukur dhe shumë i frytshëm. Flet me forcë mendimi, s'ke shans ta mposhtësh kur flet. Mirë argumentuar çdo mendim. Bravo. Grida. Ok,
Okej. Kemi dhe një personazh të fundit. Okej. Është personazhi më i famshëm i politikës shqiptare, ka 100 vjet në politikën shqiptare, është karizmatik, është shumë i lëvruar për sa i përket edhe kulturës, edhe artit në Shqipëri, revistave, i lexon të gjitha, është informuar për të gjitha paçkas moshës së tij. Ka një gjest të tij që e ka bërë gjestin më trend të shqiptarët. Nuk të them detajin që është doktor se e gjem pastaj. Okej. Doktor Berisha. Doktor Berishën, në fakt Sali Berishën, edhe unë e simpatizoj shumë si figurë politike. Edhe se fakt unë paj asnjë anë, po edhe Fatosnana, po të gjithë, se cili ka vendin. Jo ka sa ky? Po pse këtë më shumë se ai? Sepse ky ka më shumë vite. Ka më shumë vite se ai. Ta mendosh. Laura, faleminderit shumë e dashur, mund të vazhdosh? Po desha mund t'i shohësh t'i vërtetosh që e kishim seriozisht. Tani, Marian, kur të pyeta çfarë do doje të ndryshoje në këtë vend, se pyetje shumë e gjatë, më the, do doje të rije këtu me orë të tëra për të thënë gjëra që ti mendon. Po për shembull, tani për vitin e ri, çfarë rrugë do doje që ta bëje që të kalonin makinat lirë, ose na është bllokuar fare Tirana? Do doja të bëja unazëm, po pa gjithë ato trazira që pëndodhen atje. Pa gjithë ato tranzira. Po ato shqiponin aty të dogana, do e kthej mbrapsht? Nuk se mora vesh, po ku shkoj njërë, Ku e çu? mos ka pas nevojë për një skrap, që isha i nokë, se qa ishte ku dy. Ku që shumë e bukur, se nga emër, po dogana po që kishte ngelur, shkoj po shqiponja, po dori diçka pak më bukur, sepse iku. Po s'ka problem se më mirë do bëhet. Shpresoj. E beson edhe ti këtë shprehje? E bëj, sigur. E besoj. Mendon se po të mblidhemi të gjithë mund bëjmë më mirë për këtë vend? Po, dhe sidomos të rinj që dhe bashkëpunëtarët e mi që shoh dita ditës që largohen, për mua është një fatkeqësi kombëtare dhe është diçka shumë serioze për të parë. Është serioze. Është tamam, shumë serioze. Në çdo avrin që ulesh vetëm ajo temë është. Vetëm ajo do temë. ikim, gjitha këtë, gjitha atë, gjitha një person këtu, do ikim. Po këtë kush do ta bëj? Bravo. Mendoj se kjo fjali mjafton për ta mbyllur këtë intervistë. Marian, faleminderit shumë që erdhe në Why Not. Kënaqësi e madhe që të kisha. Hajde të takojmë Roza, fotografët afroni për një foto. Inshallah i shpëton dhe ti këtë popull, se mbase ti mund t'i kesh përgjigjet. Inshallah. Okej, një foto tani. Publiciteti, mishëmi, dua të falenderoj pa tjetër sponsorin ton, Bira Stella. Falenderoj shumë Bira Stella që je çdo hap me ne. Thank you. Mos harroni miq, historitë më të bukura janë histori bire. Dhe është momenti i të ftuarit special. I ftuari special për sot është një mik i vjetër i imi, por nuk ka shqiptar në terrenin shqiptar dhe anë mban botës që nuk e njeh. Të gjithë njohin violinën e tij. Nuk ka dasëm shqiptari që mos ta ketë patur të ftuar special aty që të ngrej atmosferën në këmbë. Ai është violinist, është kompozitor, është producent, është hitmaker. Kam kënaqësinë të ftoj këtu në studio Ervin Gonxhi! Mirë se erdhe, Vin. Faleminderit shumë. Si dukesh? Mirë, faleminderit. Çka kam çëm tu? Ha? Të pëlqen? Shumë relaks. Është edhe kemi zbukuruar. Bukur me këto me kompaninë Sara Event që kanë sjellur këto zbukurimet. Sara Event, e përshëndes dhe unë. Përshëndesim Sara. Përshëndetje Gazi, kam shumë shok. Vin, kisha kënaqësinë më të madhe të të ftoja sepse unë kam 3 vjet që kam këtë emision dhe ndërkohë akoma s'kishe bërë check-inin tënd këtu. Dua të flasim pak për epokën e Vinit.
Flasim për epokën tënde. Sa vite ke që i dhuron artit shqiptar muzikë? Plot vite. Tani në 2020 më bëj 20 vjet fiks. 20 vjet, një duar trokite për Gingonzi, 20 vjet. 20 vite. Do me thamë, unë e mbaj mend që në kohën e radios në RG, Energy Radio, që atëherë e mbaj mend. Tamam. Do me thonë, unë ty më sakt të mbaj mend që në epokën e kasetave. Që kur kemi patur kaseta që i kurdisni me lapsin, që të kalonte një këngë më shumë, a më këngë më pak. Që në kohën e kasetave kam fillu këtë punë. Pastaj, mbas kasetave, fillova me në kohën e CD-ve. CD-a, pastaj? Sot jemi në kohën e YouTube-it, e ca gjëra tjera që janë mbas YouTube-it, që kanë dalë tani. Sidomos kënga e fundit që ke nxjerrë tani. Produksioni... Edhe kënga, produksioni jot i fundit, pra atë gjë ne duhet të bëjmë një shout-out këtu në këto momente, sepse është një super këngë që neve na ka pëlqyer jashtëmasë shumë. Edhe mua më pëlqen kjo. Kjo e imja, kjo e fundit. Heartbreak. Që mua më ka pëlqyer jashtëmasë shumë, komplimentet e mia. Edhe mua shumë, faleminderit shumë Rozë. Është vërtet një super këngë dhe super klip. Edhe klipi ka pëlqyer shumë. Është i bukur, po. Yes. Ti në këngë je bashkë me 2 djemë të tjerë. Po, që janë bashkë producentat e mi, bashkë kompozitorët e mi të labelit tim, Eran Production. Eran Production. Po. Do me thonë, ti ke gjetur çunat dhe i ke afruar në... Unë i gjeta çunat edhe i përshëndes sepse i kam çunat më të mirë studios. Marini dhe Vince Smoker. Marini dhe? Vince Smoker. Kam dhe 2 çunat e tjerë, Vin Velin që është një legjend. Vin Velin, Vin Keq. Kam dhe kompozitorin tjetër, Vani Rushidi, e përshëndes dhe Vani. Këto janë çunat e studios time, të labelit tim. Më vjen shumë mirë. Dhe keni bërë një super projekt që quhet Heartbreak. Është goxha projekt. Të jemi sinqert Rozë, është i vetmi projekt i imi që më pëlqen dhe mua. Që të pëlqen dhe ty? Po. Se deri dje ke bërë projekte që ka pëlqyer njerëzve? Unë nuk kam ngeli knaq asnjëherë nga nuk knaqem me veten time. Domethënë çka bëj. Ç'është një horoskopi e ti? Dash. Po, ka të bëj kjo, po. Pse ka të bëj, Po. Si lash këto? Asnjëherë. Edhe s'ke për të lënë. Kur? Kur në kurës. Roza Lati. Ai shumë ka pëlqyer kjo këngë që ke bërë, kënga jote e re Heartbreak. Ervin Gonzi Heartbreak, duhet të shkojnë gjithë në YouTube, ta kërkojnë këtë këngë, ta klikojnë dhe ta luajnë. Sidomos në makinë, sidomos në lunch, sidomos në trafik. E kemi thënë, mos harro, se do dalim edhe aty të muhabeti trafikut. Ti këtë këngë e ke aq shumë e qenë sa kur e ke hedhur, nuk e ke hedhur me të drejta copyrights. Po, për të vetëm arsye sepse funksionon edhe një lloj mënyre tjetër, të cilat ma sugjeruan çunat e studios. Edhe po më thotë Marini, o vin do ta bëjmë kështu, Okej, vllai, ja bëjmë si dush ti thash, na kupton? Nuk jemi sinqert, nuk i vuna shumë rëndësi, se çfarë po më thotë. Po. Thjesht i besoj çunat edhe e di domethënë që nëse këto ka menduar që do bëhet kjo gjë ose ky hap, unë e di që kjo është për një të mirë. Dhe kur e kuptova mbrapa për shkakun që shumë kanale e marrin, po e marrin audion edhe e bëjnë me videot e tyre, e nxjerrin me figurat e tyre. Ju lutem regjia ma transmetoni këtu në LED Wall, po të shkruash këngën tënde në YouTube, e para del kënga jote nga kanali jot YouTube-it, dhe mbrapa ke, me thënë, këngën tënde nga disa kanale të huaja të tjera, një klip me modele, një klip me natyrë, ke, me thënë, disa vajza kanë bërë make-up në video në YouTube me këngën tënde? Më duket në mos gabofsha janë o spanjole o braziliane. Sheshe, papa, më pëlqen. Race e bukur, Oh yeah, baby. Duke bërë make-up me këngën e shqiptarit tonë, se na aty e kemi gjithë. Edhe unë ndjeva krenar, të jemi sinqerë, se sinqerisht ky projekt më ka goditur si që doja unë. Për më tepër. E thash dhe bukur, më ka goditur si që doja unë. Kështu që për kënaqësinë e të gjithëve, do kishim dëshirë ta dëgjoni pak këtu në këto momente në studion e Why Not, këngën më të fundit nga Ervin Gonzi, Heartbreak.
Kjo është një super këngë. Dhe në fakt është një zë femëror, shumë zë ëngjëllor, qiellor, do e thoja unë. Si quhet vajza? Ashtu është edhe si njeri. Ajo quhet Vojsava Alia. Vojsava, është pjesë e labelit tënd? Është pjesë e labelit tënd, është një këngëtar shumë e mirë, tek shkruese shumë e mirë. Për më tepër. E falenderoj nga zemra që gjithmonë më ka suportuar në studio. Është fantastike. Po çfarë muzike po ha buk tani, sot për sot? Çfarë pyetje? Çfarë muzike po ha buk sot për sot? Ta them. A do të bësh lek sot? A ta them? Po. Po mos na shajnë. Po pse jo? Jo, pse mos na shajnë? Jo. Po pse jo mos ta thuash? Vetëm 2 zhanre muzikor ha buk. Vetëm 2 zhanre muzikore ha buk, që janë? Hip-hopi dhe tallavaja. Hip-hopi dhe tallavaja. Edhe gjithmonë kanë shkruar bashkë mirë. Kanë shkruar mirë bashkë. Vin ti ke që 13 vjeç që luan violin? Unë kam qenë klasë parë faktikisht me violinë, po 13 vjeç kam dalë live. Të performoj live, të luaj live, të aprovoj ndjesinë e live, i si është të merresh me njerëzit. Shkoja në shkollë? Absolutisht, shkoja. Dhe ndërkohë? E di si shkoja. Shkoja në një lloj mënyre që ajo... Kishe një pikpyetje në ajo kohë më kalon sot që nuk flet dot gjumë. Nuk flet dot gjumë, të është akorduar sistemi gjumit. Që në atë kohë. Po në fakt artistët për prodhimtarinë e tyre më të madhe e kanë natën. Natën. Nuk e di pse është ajo nata, po nata është për shumë gjëra. Sepse kur qyteti flet gjumë, për shumë gjëra është nata. Ke kohë të dëgjosh veten tënde dhe mendimet e tua. Do të allakatësh natën e ke, do të kompozosh, të krijosh gjendën tënde shpirtërore, kush merret me art ose ku di unë. Natën e ke. Do të bësh shef, natën e bën. Ke punuar dhe natën dhe ditën. Po. Me gjitha nata ka më shumë histori të bukura. Edhe duke qenë se ne këtu kemi birën Stella, që na shoqëron, më lejo të lutem të shërbej birën tonë, bira Stella. Bira Stella ka në fakt sloganin histori bire. E kemi pa alkohol. Është pa alkohol. Okej, ja, ka pandor. Në fakt vini ti ke shumë vite tashmë që beson shpirtërisht, beson me plot fuqinë e shpirtit tënd. Është pa alkohol, Zotin e madh Allah. Por unë them ta bëjmë një gëzuar, e pi unë, ti mos e pi, nuk ka problem. Bira Stella nuk është se ka një përqindje të madhe alkohol, Bira Stella është me të sjellë shpirtin në vend. Më duket se ka dhe bira pa alkohol, do më thënë, më duket se kam provuar një herë, nuk e di, duket se ka dhe pa alkohol. Po, Bira Stella e ka. Dhe ishte shumë e mirë. Po, është e vërtet. Dhe Bira Stella në fakt ka sloganin histori bire. Dhe unë kisha qef tani për kënaqësinë e gjithëve. Nuk na tregosh në një histori me që jeta e natës, ti ke goxha eksperiencë në jetën e natës. Vazhdo Roza, më gasmo, vazhdo, jepi. Ha. Na tregon një histori të bukur kur ishit një ditë tap. Duam të dim. Një ndërherët. Sa vite e ke kaluar rinin e egër shumë kam përshtypjen. Shumë. Bumin e madh artistik që ke patur. Do histori. Po jo gjëra të thjeshta, diçka interesante. Jo, kjo që do të tregoj kjo është shumë e bukur. Ha. Edhe nuk e din shumë veta, mund ta din 3-4 persona që mund të jetë rreth im. Po. I njohim shokët? Po si njohim se rreth i jon është. E po prandaj desha me ditë. I njeh shumë mirë. Okej. Pra të sa vite ka? Prit tani. Ne jemi 2019. Ka qenë viti 2006. 2006. Sa i bie? Bëj pak vogël. 13 vjet. Ta 14 avash se po kalon. 13 vite. Unë vitin 2007 ndryshova rrugtim pastaj. Në 2007 e ke ndryshuar rrugtimin. Do të thonë te 2006 ke qenë në momentin e Kjo është histori e bukur. Do ti po ne ku pinim që të mbushte kjo me shishe. Po. Në muzikë, në studio, gjatë orëve të natës që kompozonin, punonin, me stafin e punës që kam pas. Bira gjithandej, pa fund. Jo që u bom tap, Rozo, po e kalum pak atë shkeljen e pjesë. Nuk po dinin qa po bonin më, lëvizjet tona. Na u hanë të buk. Po, ndodh. Jo bukë, motra, po buk tamam. Po. Dhe shkojmë ke blogu ne, aty ke blogu, ke libri universitar, është një grua që shet
Bona ka emrin ajo. Bona. Një bjonde. E përshëndesim Bonën. Bona akoma aty është. Akoma aty është. 24 orë që ka shpit. Edhe u futa me këto njerëzi, me këto miq tan. U futa aty edhe morëm pak buk, djath, sallam, domate. Që aty është? Po ka qenë korrik. Okej, ka qenë verë. Bravo, verë. Ke një qenë me atlete apo me shapka me gisht? Me shapka me gisht. Edhe me kanatier dhe me pantallon shkurtra deri këtu. Okej. Edhe në çfarë ore? 6 të mëngjesit? Po ishte ora 5:30. Rozo jemi ullë në trotuar, ke libri universitar duke ngrënë buk, ndërkohë që gjithë makinat dilnin nga diskoteka dhe nga klubet e bllokut dhe shikonin vinin me shumë shok tjerë. Dhe thonë, o vino, o iksi, qa bonin? Ne ishim spat, si thënë fjatës. Ne ishim tullur në trotuar. Në trotuar duke ngrënë buk mes bllokut. Për zotin, vallaj. Kjo është historia më e bukur. Kjo është kështu, jo është reale, s'ka. Stela në dorë. S'ka mu, kjo është, ta thot shpirti bëje, ke parasysh? Kjo është ajo gjëja më për mua. Ka histori të bukura, unë mendoj se njeriu më i pasur në botë është ai që ka më shumë kujtime. Edhe unë bashkohem me ty. Se lekët shkojnë e vinë, njeriu më i pasur është ai që ka më shumë kujtime. Dhe në fakt, ti ke krijuar goxha shumë për këtë popullin ton. Ke krijuar muzikë për veten tënde, muzikë për të tjerët, ke shoqëruar muzikën tënde në festa, në përgëzime të gjithë shqiptarëve ndër vite dhe vazhdon akoma. Shqyqyr që na erdhe në emision o burr. O Rozo, u shtof dita. Faleminderit që më ftove. Është kënaqësi. Dhe ndërkohë doja të dija, duke qenë se ti ke 20 vjet që je në artin shqiptar dhe ti e ke parë muzikën si para 20 viteve, si gjatë 20 viteve, si sot. Si po të duket revolucioni tani, kësaj pike që jemi tani në muzikën shqiptare, dhe si po të duken këta artistat e rinj? Shiko, unë nuk jam gjykatës i muzikës. Unë do të quaja, për eksperiencën që ke, po. Oke, falinderit, e vlerësoj shumë, por doja të thoja që muzika, e thash edhe pak më parë, nuk ka bazament. Nuk ka bazament. Në qoftë se muzika nuk do ketë bazament, normal që një këngë del tani, do gjohet një muj, do zhduket, do dali një tjetër, do bëhet çmosa i tjetri, sepse shikon që iku ky ose kjo, e thot e zura vendin. Po. E kupton? Konkurrencë kudo. S'ka, nuk ka. Shumë vite përpara kur tregu ka qenë shumë i bukur, le të them edhe shumë i mirë, si për këngëtarët dhe si për ne kompozitorët. Ka pas shumë muzikë të bukur, sepse muzika e bukur ka pas në rrallë të parë melodinë e bukur dhe dyta fabula, tekstet, që sot po mungojnë. Për më tepër. Po të gjëmë ca gjëra që unë do të them këtu, po shpresoj mos më kish kuptojnë kolege ose shok ose miq, më vjen turp të hap edhe në shtëpi televizorin për shembull ta çoj diku që ka muzikë. Kam qatë gjata muj me të lidh, si është ai teksti? Shumë respekt, shumë respekt për gjithë, sepse vallaj unë i respektoj shumë sepse çështja që i respektoj është sepse kanë pasionin. Po. Dhe mu më rikthen le të them fëmirin time, kohët e mia, që pasioni më ka shtyr deri këtu ku jam. Edhe akoma e kam. Normalisht nuk vdes kur. Unë mendoj se ai pasion të mban shpirtin gjallë. Ndërkohë, Ovin. Thuaj. Po ja të pyes unë ty tani. Po sa çifte marton në vit? Qa pyetje ka? Bëj një llogaritje, një matematikë të thjeshtë. Ku ma gjete këtë pyetje qafë shumë? Po duke menduar që me thënë, në çdo dasë unë mendoj se ti thye rekord. Edhe në fakt marrin gjithmonë sepse normalisht atmosfera që krijon ti. Duhet ma hap agjendën tash. Kape tash për shembull, kap korrikull dhe gushtin. Shumë zoj për 2 muaj. Okej, po ta kap kështu, po të kap vetëm sezonin veror. Po. Okej? Po. Mund të jenë 60 dasma, 70 dasma. 60-70 dasma. I bi që t'jenë 70 qifte, 60 qifte. Kështu i bie. Po. 120 veta i ke bërë të martojmë njëri tjetrin e të gëzojnë ditën e tyre. Vino nuk e di. Shiko, dasma ka një
Do të them një diçka Rozo, Dasma ka një diçka shumë të bukur, një lloj emocioni që nuk mund ta ndjesh dot as në festival, as koncert, as në diskotekë, as kudo. Dasma është një gjë të duket sikur je edhe ti pjesë e familjes. Për më tepër, përfshihesh. Përfshihesh, dashe pa dashe. Veçra fjalat përfshihesh. Këto dasmat për shembull high class. Ke shkuar i kollandrisur, i rregulluar. Sa dush. Edhe je përfshirë. Mezi kam shku. Ham tregoni. Nuk doja të shkoja, që nuk rri dot. Kështu me papionin, O zoti më, jo, s'rri dot, nuk e dua të veshje. Si ja bën për shembull që nuk Si ja do të veshje? Bën dhe tjerët të zhvishën. S'po pëlqen vetja si janë veshur këtë dasëm, po i bën zhvishën gjithë. Ja bëj kështu. Puna ndër vite më ka bërë që ti kuptoj njerëzit, ambientet, ku futem, si janë, ç'a duan, ç'a s'duan, si duhet. Po. Ka ato dasma të Roza që për shembull me anjezën në shtëpi, nxihem shumë për punë veshje. Jo do shkosh, jo do shkosh, jo do shkosh. Nuk ndiem rast, edhe plus edhe nga instrumenti im që unë e mbaj kështu. Po. Nuk më shkon me këmishat, me kollaret, me papionat, me këto. Po. Nëse ka raste që duhet me siklet. Edhe ku futem dasëm, motra futem kështu si ngrim. Ato kështu. Nëse më mundohem që lirohem pak. Po. Fillo dasma me atë kulturën e kollares. Po. E kupton? Tangëlliku të gjithë. Po. Edhe ku kapet gota, se po kap gotën këtë, jo birën, ha? Po, gotën. Dhe ku kapin në shishën ose gotën e verës ose këto që e bëjnë gëzuar, e bëjnë gëzuar. Këtë nuk ka... s'ka sinqeritet. Po. Ka një tangërlik që unë e shikoj dhe them, ore, qa do bëj këtu sonte, unë si do t'a shty? Po. Ndryshe komplet programin tim. Je spontan? Me sekonda. Direkt edhe qa bëj, filloj hypin në për tavolina vetë. Që ti ngranosh të tjerët. Po, dhe ato që kam vënë kollaren, mi që ishin kollaren e vetë, po vim zhveshen dhe mu. Pra! Jo më ko të pyta, sepse unë gjithmonë kur i marrë të ftuarit për në emision, pys miqtë mi të afër, shiko se kam filani studio që ta pys. Edhe më kanë thënë që vini, kur nuk i përqen si është veshë, që ja kanë thënë shiko duhet kesh një uniform të tillë, duhet jesh i kollandrisur kështu në këtë dasëm, shko bën një atmosferë ndes që të zhvishen të gjithë që ai të luaj lirshëm pastaj. Për zotin bëhet një atmosferë që sinqerisht më merr malli shumë shpejt për atë lloj atmosfere, sepse është një gjë që nuk ka përshkrim. Ndërkohë, Ovin, mund të më thuash çfarë brezi po rritet tani? Si të duket ky brezi i ri? Po si po rritet? Po është e dukshme si po rritet. Pak dembel? Janë shumë lezi gjithkohës. I shikoj. Nuk janë për shumë... Të vinë artista të ri për shembull për të bërë këngë produksion të këty? Po, vinë Rozo, vinë sa dush vinë. Kur kërkojnë për shembull, çfarë kërkojnë? Hip-hopin. Hip-hopin, a? Hip-hopin. Hip-hopi është numër 1. Qëndron. Vinë të jetuarit të ndetur zgjuar natën edhe të punosh natën, të luash muzik live natën, të jesh në studion tënde të prodhosh muzik natën. Ju artistat keni një lloj modestie që sa do dilni në përklipe me jet private, me makina të shtrenjta, kur dilni nga studio muzikore apo nga klabi, të gjithë e njihni atë gjelltoren që është hapur atje te cepi në orën 5 të mëngjesit. Ke pazari ri. Të gjithë vipat, të gjithë i ke në orën, me thënë, agim në zgjim të ditës, i ke që të gjithë tek gjelltoret më të thjeshta të Tiranës që i ke hapur. Ku ka ardhur një herë, do të tregoj një histori shumë të bukur, e të shkurtër fare. Vjen Adelina Ismaili në studion time të vjetër për të bërë këngë. Okej, vjen super, kalon bukur në studio. Ne ishim mësuar që mëngjes duhet shkonim atje. Ke pazari ri, ke Paçja. Okej. Edhe Adelina Tahir ke Paçja për ti sekond. Hold on. Edhe marr Adelinën, i them do ikim taj në buk. Okej, thot ajo, shumë mirë. Shkojmë atje, e fus ke Paçja. Ku e fus Adelinën aty unë, ajo ngeli herë kështu. Qa bëhet këtu? Thashëm, këtu është Paçja, këtu hajnë të gjithë. Këtu është moda. Të gjithë, pa pik përjashtimi.
Ishte një lloj ushqimi. Paçe, po jashtë parkuar Ferrari, Po, gjitha. Edhe vesh kështu, ë? Mo bukur se ke dasma. U përshtatet edhe Adelina? Po faktikisht ne kemi hongër bukur me sikleta, se gjitha shifshin kështu si uqër, Adelina. si ku do ta hanin. Kemi hongër pak me siklet dhe rëshkitëm, hikëm. Historit bukura ke. Çfarë nuk e bërë, e çfarë nuk ke për të treguar. Dhe në fakt, ne si Why Not menduam, duke qenë se Vini është në më të vjetrit të muzikës këtu për sa i përket muzikës moderne shqiptare, qa s'ka parë me sytë e vetë dhe qa ka përcjellë lloj artistësh, thamë pse jo, mos të bënim një lojë specifike. Nuk e bëjmë për këdo këtë lojën. Kjo është loja, e kam bërë se kam bërë kur. Gjaja, të lutem, më sill tabelat. Faleminderit, Gjaja. Faleminderit. Respekt. Tani unë do të them e kam bërë, se kam bërë. Tek ty, drejtimi gjithmonë. Po, do përgjigjesh vetëm ti, do përgjigjem edhe unë. Edhe unë këtu jam. Se jena familjarë. Vjen keq, se na ndjekin të gjithë. Pra, bo. Atëre, bëhu gati. Për lojën e Why Not Vin Gonxhi. Hajde, start, fillojmë. Ervin Gonxhi, a ke qenë në Nude Beach dhe ke notuar lakuriq në plazh nudistësh? Dhe ke notuar lakuriq? Se kam bërë se s'di not. Për vërtet s'di not? Po për zotin. Vallaj s'di. Okej. Dej këtu lajmë, aty në pishina, më të zotën. Vallaj s'di. Ky po është lajmë. Ervin Gonxhi nuk di not. Vin, kam bërë një tatu që jam penduar. E ke bërë, Të gjitha tatut. Të gjitha tatut që ke bërë e penduar? Të gjitha. Po pse? Pse nuk duhet t'i bëj? A, tani po, sipas kulturës islame, me thënë të vërtetën, tatut nuk duhet i bësh. Më përpara, po i kam bërë. Po të rëndësi ka shpirti. Zoti na falë. Zoti na falë. Vini, a i ke veshur ndonjëherë 3 ditë rresht të njëjta çorape? Kur njëtë nuk e bëj. Okej. Vin Gonxhi, a ke bërë mesazhe me foto nudo në WhatsApp? Never? Nese, për i fus të dy unë. Po pra, se kam bërë dhe unë të shimo. Nuk e kena po, jo, lene të. Okej. Ervin Gonxhi, të ka qelluar të bësh dashuri nëse diljen e pasme të makinës? Po me mu e gjete këto pyetje. Sorry. Se mos e ke vetëm ti atë cikleto, burr. Jo, ma e veten. Vin Gonxhi, a ju ka ndodhur të bëni dashuri me më shumë se 2 femra brenda 24 orëve? Unë jo, me femra jo. Me femra jo, Duke se pa morët për keq. Jo. Jo, re, as ashtu as kështu, në asnjë mënyrë, më vjen keq. Ishte për sens humori. Dreqin! Duhet 3 njeriu, s'ka i blazë, ka i shumë. Okej, Vin Gonxhi. Yes. E kam vizituar edhe më parë një strip club. Unë? Po. Sot ka dalë modër. Ka dalë mod. Vin Gonxhi, i kam shitur dikujt një këngë hajt mo, pasi më duheshin lekë. Se ke bërë? Sedra, Lale, sedra. Madje, si e ke atë taktikën tënde kur ke për të bashkëpunuar për të bërë një këngë për dikë? Po i them mere demon, dëgjoje. Okej, do ta dëgjoj, thot klienti ose klientja. Po. Unë jap sugjerimin se si duhet dëgjuar demo. Po. Në trafik të makinës. Për më tepër. Gjithmonë. Mere demon i thua dhe dëgjoj në makinë. Gjithmonë, është momenti më i bukur dhe më i dur për të kuptuar se çfarë demo ke marrë. Yes. Vin Gonxhi, më ka rastisur shpeshherë të mos paguaj pijet e mia dhe t'i paguajnë femrat që kam dalë.
E ke bërë? Po. Edhe ti ke bërë. Po. Normale. Tani, kjo ishte loja. E kam bërë. O vin djali. Shqyr që mi hoqe këto nga dora. Ti hoqa nga dora, po ti kujton se shpëtove. Akoma ke? Jo. Tani, unë kam një pyetje shumë serioze. Kjo pyetja tani është vërtet serioze. Kjo pyetja është shumë edhe shpirtërore dhe jam e bindur që kush të njeh ty personalisht, kush edhe të njeh ty si artist, mund ta kenë këtë pikpyetje të madhe. Nga jeta nuk mund ta quajmë jeta e shturur, po është tamam jeta e një rockstar. Kjo është jeta e artistëve. Jeta artisti. Jeta artistit, jeta e një rockstar që është komplet me e të shmendur, me adrenalin. Ka ato shmenduritë e vetën, absolutisht. Papritur, u përmblodhe, bëre një kthes të frikshme, u bëre një besimtar i devotshëm i fesë islame, besimtar që falesh 5 vaktet, iftare, si quhet? Jo, 5 vaktet, 5 namazet. 5 vaktet, po. Kjo kthes kaq e fortë që bëre, ne do donim që të gjithë ta dinim. Mund t'japësh një koment për këtë gjë? Kjo ka nisur 12 vite përpara. Një natë para ishte ditë tente, të nesme vite dita premte që ne e quajmë dita e xumas. Unë isha duke festuar me kolegë tanët, domethënë që kena miq e shok. Prap një kolegu ynë u bo se beb dhe më tha, o vlla, tha, pse nuk vjen nesër në xhami ta falësh namazin e xumas? Them, vlla, po jam pishëm, a kupton, nuk po. Kam pirë alkool sot, nuk mund vi dot në xhami nesër. S'ka problem, tha. Mjafto shkosh të lash, të pastrohesh, të marrësh abdesin dhe të vish ta falësh namazin. Okej, Roze, vendosa. I bëra të gjitha këto, edhe shkova në xhami. Kisha shumë kohë që fëmijë pa u fut në xhami, pa u fut në shtëpinë e Zotit. Edhe momentin që u futa fala dhe namazin e parë, namazin e xumas, më mbushën sytë shumë me lot. Të mbushën sytë me lot? Edhe pata një ndjesi që s'di, nuk përshkruhet dot ajo. Pata një lidhje drejt për drejt me krijuesin tim. Në fakt, mënyra si po e thua, në këto momente shoqë që ke prekur jashtë shumë vin. Ta njohësh krijuesin është gjëja më e bukur që një njerëzi do të kemi, po ne harrojmë. Ne harrojmë. Çfarë ndjeve? Ndjeva një emocion që nuk mund ta përshkruaj dot, nuk përshkruhet dot ajo. Dhe atë ditë mbasi fala namazin e xumas, fala edhe 2 namazet të tjera dhe ishte dëshira, vullneti i Zotit që unë jam këtu ku jam tani. A patë një ngrohje shpirtërore, patë një mirësi? Absolutisht, shumë gjëra pozitive, mu hap shpirti. U bëra tjetër njëri fare. A ti brënda kur ishe në atë moment? Po se jenë në shtëpinë e Zotit, ka gjë më të bukur se mund të jesh në shtëpinë e Zotit. Vend më të sigurt shpirtërisht. Qa thoti, s'ka? Vin, e the fjalë pak këtë gjendjen që kalove, por u emocionove shumë. Po të flasë shumë, Roza, është shumë teme gjatë. E the fjalë pak se mbase ti nuk je i mirë të fjalët se sa mund t'jesh të melodia. Këtë gjendjen që ti ke kaluar këtë ditë, që ti ke bërë këtë kthes kaq të madhe. A mundesh të ma thuash edhe një herë me anë të shoqes tënde më të ngushtë? Violina. Patjetër. Të lutem Vin, merre violinën. Ftoj edhe maestro Ermalin të më shoqërojë, Ermal Pepon e ftoj maestron, faleminderit që erdhe Ermal. Patjetër.
Faleminderit, shumë faleminderit. Emocionin tënd, të këtij momenti kaq kulminant jetës tënde, ti je shpreh më së miri ti me violinë. Ty të ka bërë Zoti për të shprehur moment të kësaj që ke. Faleminderit. Emocionuese. Faleminderit për Ermalin që më shoqëroi për një maestro. Ermal, faleminderit shumë. Xhaxha, e diti çfarë duhet më japësh tani? Sepse duke qenë se Ervin Gonxhi ka 20 vite që jep kaq shumë publikut shqiptar, mendoj se ky duhet finalizohet si moment dhe nga Why Not. Është momenti të nderojmë Ervin Gonxhin me yllin e tij në Stage of Fame këtu në Why Not. Të lutem. Vini zgjedhën, hajde hip sipër. Hipin sipër zemër. Hajde këtu tani. Vendose emri me fytyrë për këtej. Kështu, a? Vendose patjetër. Shuk, fërkoje. Bravo! Bej firma! E kemi fix. Ervin Gonxhi, meritoria ju në ta në Stage of Fame. Faleminderit shumë. Dhe, pritani, se po mendoj njerëzit se ne e mbyllëm me kaq. Jo, kemi akoma. Tani, fillon loja. Edhe lojë rënd. Duke qenë se i bëra ftesën Vinit në studion e Why Not, Vini tha, Roza tha, unë të vi në studion tënde një, normal që do luaj violinën time, po pse mos të bëjmë një atmosferë? Pse jo tha, mos të këndosh edhe ti. Kështu që Kemi një surprizë shumë të bukur tani. për kënaqësinë e gjithëve, ne duam ta mbyllim këtë Why Not me këngë me Vinin dhe me Rozën. Dhe me Ermalin. Ermal, të lutem. Miq, faleminderit shumë që të gjithëve që ishit pjesë e këtij Why Not-i. Faleminderit që na keni ndjekur. Me këtë mënyrë, me këtë atmosferë. Ua Xhaxha një mikrofon sepse do të këndoj. Ma je bua Xhaxha. Bravo! Dhe është momenti janë. Shiko se unë jam profesioniste për të folur. Je, sepse me tragun e parë e kryve. E bëra me të Jo, parë. bravo, E gjove ma, bravo. ku e ka mami? Më shef nga ekrani. Bravo! Në një portokalle moj të ndalam ty, lullet e limonit moj të binin në sy. Në një portokalle moj të ndalam ty, lullet e limonit moj të binin në sy. Krije kokën lartë moj se më dojgji mali, vinte gusha jote moj, arom portokalli. Krije kokën lartë moj se më dojgji mali, vinte gusha jote moj, arom portokalli. Krije kokën lartë moj se më dojgji mali, vinte gusha jote moj, arom portokalli. Krije kokën lartë moj se më dojgji mali, vinte gusha jote moj, arom portokalli. Roza Lati! Kalofshi mirë, Why Not? Why not?
Hajde, ma la foto. Shpejto, shpejto!